Të dashur shqiptar, duhet ju përshëndes. Gjatë një transmetimi live dje isha në një restorant. Arrita në përfundimin që gjuha arbëreshe, në fakt, është e shtresëzuar. Unë kam zbuluar 2 dialekte arbëreshe. Gjuha arbëreshe që flitet në Itali është gjuha e lashtë arvanitase, që është folur në Greqi. Këto dialekte që kam zbuluar unë janë të periudhave të ndryshme. Është e njëjta gjuhë, por një dialekt është më arkaik, i përket arvanitasve që u përzon në shekullin e 15. Ky ka qenë pastrimi i parë etnik në Europë. Pastaj në shekullin e 17, në prag të çlirimit të Greqisë, është vala e dytë e arvanitasve që përzihen nga Greqia. Ky është dialekti i dytë i madh, arbëresh. Është më i ri. Pra nuk ka arbëresh nga Shqipëria. Nuk ka arbëresh nga Arbanasi, siç mendonim ne, nga Kroacia. Të gjitha arbëreshet vijnë nga Greqia. Por vinë në periudha të ndryshme dhe nga zona të ndryshme të Greqisë. Dialektet arbëreshe përkojnë me dialektet arvanitase të gjetura sot në Greqi. Pastaj, duke parë gjuhën arbëreshe dhe gjuhën arvanitase, zbuloj fjalën rahi. Fjala rahi do thot shkëmb i zhveshur në gjuhën arvanitase. Është bërë tokë djerë në gjuhën arbëreshe, është bërë tokë djerë dhe pyll i zhveshur në Shqip. Akademia e Shkencave të Shqipërisë mendon që kjo vjen nga folja rah e Shqipes. Jo, nuk është e vërtetë. Akademikët tanë mendojnë si turbo-albanët, nga rënja rah me prapashtesën u të ilirishtes është krijuar rahu. Jo. Ky emër është në gjinin femrore në greqisht, rahi. Do thot shkëmb. Ka patur kuptimin gjëmb, tokë me ferra, me gjemba. Tokë djerë. Kuriz i shkëmbit, dhe është origjina e dyrahion. Emri Durrësit. Në gjuhën ilire, që ishte gjuhë greke, dyrahion vjen nga dys, i keq, dhe rahion shkëmb, gjëmbor. Shkëmbim pret. Kjo ka mbetur në gjuhën shqipe, rahinë. Rahioni grek është në Shqip rahin, toponim. Ilirët flisnin dialekte helene. Ilirët dalmat ishin helen. Ilirët dardan ishin helen. Ilirët pajon në Hungari ishin helen. Ilirët që kanë qenë në Serbi ishin helen. Ilirët Maqedon ishin helen dhe ilirët Trakas ishin helen. Çdo thot kjo. Kishin fjalor tjetër nga greqishtja, por gramatika tyre ishte greqishte. Sintaksa e fjalisë ishte greke, lakimi i emrave grek, zgjedhimi i foljeve grek. Por gjë më të mëshme është kjo. Folja shqipe me rah nuk gjendet në gjuhën greke të sotme, gjendet në gjuhën e Eskilit. Është një neologjizëm i Eskilit, është përdorur dhe nga Sofokliu, që përmend ilirët për herë të parë në tragjedinë e tij Triptolemus, dhe kjo folje është rahizo, të thyej shpinën, të rah.
Pra, Akademia e Shkencave të Shqipërisë mendon që nga folja rah e shqipes është krijuar rahu, tokë e rahur. Dhe këtë mendim kishte edhe Jokli, edhe Gustav Mahleri, edhe Pederseni. Të gjithë janë gënjur pa dashje nga gjuha shqipe sotme, po gjuha shqipe sotme ka ndryshuar. Gjuha shqipe e lashtë gjendet në gjuhën arvanitese, dhe atje kjo fjalë është rahi, që është emër femëror në greqisht. Vjen nga rahis. Po ashtu, folja rahizo nuk përdoret nga greqishtja sotme. Është gjetur në tragjedin e Eskilit dhe në tragjedin e Sofokliut. Është neologjizëm grek, i autorëve grek, që mbjeton në gjuhën arvanitase dhe shqipe, por jo në gjuhën greke. Gjuha arvanitase është më eskiliane se gjuha greke. Gjuha arbreshe është më sofoklie se gjuha greke. Gjuha shqipe është më eskile dhe sofoklie se gjuha greke. Neologjizmat e Sofokliut kanë mbetur në gjuhën shqipe. Rahizo është në gjuhën shqip raha, në aorist. Kjo ka ndodhur. Gjuha shqipe ka ruajtur edhe foljen rahizo, rah, edhe rahi, shkëmbi rahur. Shkëmbi thyer, shkëmb impreht. Dhe dy rahion, emri Durrësit. Ky është emri origjinal dhe jo Durrës. Dy rahion, shkëmbi keq. Unë kam bërë një film të shkurtër në YouTube dhe kam quajtur Apokalipsi i Arvanitasve. Është në fakt apokalipsi i shqiptarëve. Pse? Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka ngjallur të vdekurit. Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka hapur varret i lire, ka ngjallur të vdekurit. Ky është apokalipsi. Ngjallja të vdekurve. Ilirët flasin greqisht. Të gjithë. Në Kroaci, Serbi, Maqedoni, Dalmaci, Dardani, Thraki, Bullgaria sotme, Greqi. Madje është zbuluar qyteti Dardania në Azinë e Vogël dhe mbishkrimet janë greke. A besoni apo jo? Monedat janë greke në Dardani. Dardanët ishin grek. Pra dhe njëherë, ka ndodhur një traumë e madhe, një grindje të mërshme midis arvanitasve dhe grekërve në shekullin e 15. Të dy grupet kanë filluar të grinden se kush janë banorët e parë të Greqisë. Vetëm arvanitasit janë përzënë nga Greqia. Në Greqi do të gjeni qytetin Servia ose Serbia, të përmendur nga autorët e lashtë helen. Këta ishin serbët, shërbëtorët, sklevërit. Serbët janë asimiluar. Rumunët e mbetur në Greqi janë asimiluar. Evgjitët të ardhura nga pradeshi Indis në perandorin bizantine janë në Greqi. Nuk janë përzënë, jetojnë atje me të drejta të barabarta si grekët. Vetëm arvanitasit janë përzënë 2 herë. Prandaj janë 2 dialekte arvanitase në Itali ose arbreshe. Një dialekt është më i lashtë, e kam mbledhur. Dialekti i dytë është më i ri. Një dialekt i përket gjuhës arvanitase të shekullit të 15 dhe tjetri të shekullit të 17-18, mbas revolucionit grek për çlirimin e Greqisë. Pra arvanitasit që luftuan për çlirimin e Greqisë u përzun nga Greqia. Kjo është hera e dytë që ata u përzun nga Greqia. Por dhe më herët, në shekullin e 5 para erëson, mesapët janë përzën nga Peloponezi. Akoma dhe sot është Mesapia.
vendi i lirëve me sap, janë përzën për në Aulon, në fshatin Mesaplik, prandaj janë përzën për në Itali. Gjithmonë, grekët kanë bërë pastrim etnik të ilirëve, duke menduar se ishin barbar. Kjo është çmenduria më e madhe, dhe gjitha kjo ka ndodhur për hir të etimologjisë, kaq e rrezikshme është gjuhësia. Gjuhësia është bërë apokalipsi i shqiptarëve. Për shkak se grekët janë zënë me shqiptarët, kush janë më autokton? Tani çfarë mendoj unë? Unë mendoj se gjuha autoktone është zhdukur. Përse them kështu? E njëjta gjë ndodhi me indianët e Amerikës, e njëjta gjë ndodhi me indigjenët në Australi, dhe e njëjta gjë ndodhi me Aztekët në Meksik. Në qoftë se Aztekët flasin një variant të spanjishtes, kjo nuk i bën spanjoll. Në qoftë se gjuha shqipe sillet si gjuha greke, ashtu sillet, gramatikisht, kjo ne nuk na bën grek. Kjo tregon që gjuha jon është shfarosur. Do me thënë, ilirët ishin fise helene të shteteve helene, të cilët arritën të shfarosin popullsinë vendase. Fjalët që kemi ne janë origjinale, por gramatika shqipes është greke. Emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor shqip. Ky është apokalipsi. Apokalipsi vazhdon. Akademia e Shkencave të Shqipërisë po ndërton parqe kombëtare dhe qeveria shqiptare ka krijuar ndarjen administrative të Shqipërisë sipas qyteteve të lashta greke. Është krijuar në Gjirokastër qarku Antigon, për shkak të parkut Antigon. Në greqisht do thot përballë familjes. Është emër që vjen nga tragjedia e Sofokliut, Euripidit dhe Eskilit, që të tre këta autore kanë përmendur këtë mitin e Antigonës. Gjuha shqipe mban foljen në Rahizo të Sofokliut dhe të Eskilit. Gjuha jon mban këtë folje, një neologjizëm grek. Pra ku e ka lexuar shqiptari Sofokliun kur gjuha greke se ka këtë fjalë? Pra ne jemi banor të lashtë të Greqisë. Por ne na kanë përzën. Na kanë zhdukur, na kanë shtypur. Edhe sot kësaj dite rahi do të thot shkëmb në gjuhën greke, është emër femëror nga rahis. Është zhdukur mbaresa në fund të emrit. Edhe në gjuhën shqipe është zhdukur, rahis është bërë rahi. Dhe nga emër femëror është bërë emër mashkullor. Dhe të gjitha emrat femëror grek janë bërë emra mashkullor shqip. Por duke pasur parasysh çfarë ndodhi me indianët e Amerikës dhe me Aztekët në Amerikën Latine, arrim në konkluzionin që shqiptarët janë Aztekët e Europës, që gjuha e tyre është zhdukur, siç flasin Aztekët një spanjishte të keqe gramatikisht, edhe shqiptarët flasin një greqishte të keqe gramatikisht. Prandaj ne na duket vetja pellazg. Pra shqiptarët janë psikopat, dhe unë sot po ju shëroj nga psikopatia kolektive, sepse është bërë pikërisht gjuhësia fakti i urrëties së grekërve ndaj shqiptarëve. Pikërisht nga që ju jeni grindur me grekët, që ne jemi të parët këtu, grekët kanë thënë pa zhdukuni prej këndej një herë për gjithmonë. Dhe na kanë thënë 3 herë. Në shekullin e 5 para son, me sapët, u zhdukën nga Greqia, në shekullin e 15 të erës son, dhe në shekullin e 18 të erës son.
3 herë ne na kanë pastruar etnikisht grekët. Mund të kenë ndodhur dhe herë të tjera. Por është dhe historia e çambëve. Mbas luftës së dytë botërore, reprezaljet gjatë luftës së parë botërore. Pra dhe 2 pastrime të tjera, 5 herë është pastruar Greqia nga shqiptarët dhe Shqipëria nga shqiptarët është pastruar. Shqipëria Jugut gjatë luftës së parë botërore. 5 herë ne na kanë pastruar etnikisht grekët që i dim. Po ilirët kanë bërë kërdin në shekullin e 8 para erëson. I kanë masakruar vendasit që të gjithë. Pra ne jemi një popull komplet i shfarosur. Edhe gjuha që flasim sot është një greqishte e keqe. Gramatikisht. Fjalët janë ilire, pellazgë, indo-europiane, por emrat mashkullor shqiptar janë krijuar sipas modelit të emrave femror grek. Dhe kjo mënyrë është e pashërueshme. Sepse ne nuk e kemi gjuhën shqipe të lashtë, nuk e gjejmë dot, nuk ka dokumenta. Pra gjuha shqipe është prishur përfundimisht. Është si një këmbë e thyer e një njeriu me paterica, nuk ngjitet më. Dua të them se kaq e rrezikshme është gjuhësia. Gjuhësia është armiku ynë më i madh. Për shkak se ne jemi grindur me grekët, me shekuj, kush është i pari, ne e kemi pësuar. Grekët na shohin neve si rrezik strategjik. Serbët nuk kanë thënë që ne jemi të parët, se edhe dinin që s'ishin. Grekët i kanë mbajtur. Jevgjit nuk kanë thënë që ne jemi të parët, sepse dinin që ishin nga pradeshi. Grekët i kanë mbajtur. Rumunët e dinin që vinë nga perandoria romake, ish ushtar romak, që kanë vrarë grek. Grekët i mbajtën. Shqiptarët që janë vëllezër të grekërve, indo-europian, grekët i kanë përzënë. 5 herë. Pra ne jemi armiq strategjik të Greqisë. Ju mund bëheni ortodoks, ju mund martoheni me grek, mund të qethni drilona, të pastroni labjatan, të mblidhni ullinj, të punoni si bujkrobër për grekët, të lani pjatat në restorantet greke, të pastroni çarçafët në hotelet greke. Por ju jeni sklevër të Greqisë dhe do mbeteni përgjithmonë. Do mbeteni armiq të betuar të Greqisë. Përgjithmonë. Kjo nuk ndryshon kurrë. Dhe i vetmi shpëtim është mbyllja me kufirin e Greqisë sa më shpejt, një herë përgjithmonë. Do të ngrejmë një mur si murin kinez, që shihet me satelit nga hapësira. Greqia konsideron shqiptarët armiq të betuar. Kjo quhet lufta brenda llojit. Darwinizmi shoqëror. Njëri do humbas, tjetri do të fitojë. Dhe me sa duket grekët po fitojnë sepse ne s'po e kuptojmë që po humbasim. Po pres për pyetjet tuaja.